Vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës, por banorët e njësisë administrative rrethina përballen me problematika të shumta që prej 12 vitesh përfillen nga qeveria shqiptare. Nga problemi i furnizimit me energji elektrike tek mungesa e certifikatave të pronësisë, subvencionet në bujqësi e të tjerë, janë shqetësime që rëndojnë mbi çdo familje dhe pas datës 11 maj do të jenë prioriteti kryesor i qeverisë së re të Partisë Demokratike. Kështu u shpreh gjatë takimit me banorët e shtojit të ri kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër, Dr. Bart Spahia. Problematika ekstreme që hasni ju me energjinë elektrike, në përrerjen e saj, sa herë ka luhatje minimale të motit, me problematikat ekstreme që keni me pajisjen me tituj të pronësisë, apo me mungesën e plot të subvencionimeve tashma për bujqësinë, çështje të cilat prekin direkt fermerët, familjet e kësaj zone, por edhe të problematik tashma e kthyer në një plagë të vërtet sociale siç është emigrimi masiv si shkak i mungesës së alternativave të punësimit në Shkodër dhe në territorin e Bashkisë Shkodër. Janë të gjitha problematika që po nuk ndikum ne nëpërmjet votës tonë me 11 maj për të ndryshuar këtë realitet të zymt, jo vetëm nuk do të zhduken, por do të thellohen akoma më shumë. Prandaj e vetmja mënyrë për të thënë stop një realiteti të tillë dhe për të ndryshuar është që nëpërmjet votës tonë të largojmë shkaktarin e vërtet të kësaj situate, Edi Ramën dhe qeverisjen e tij. Të bëhemi bashkë me 11 maj dhe të bëhemi pjesë e fitores së madhe, ndryshimit të madh që presin gjithë shqiptarët. Kam besim absolut te kontributi dhe mbështetja dhe impenjimi juaj. Banorët e kësaj zone i shprehin falënderimet e tyre e kandidatit Spahia që gjithmonë ka qenë një zë për ta dhe premtuan se në 11 maj do të mbështesin alternativën e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, si vetmja garanci që zëri i tyre të dëgjohet. Spahia garantoi se me 11 maj merr fund diskriminimi i Shkodrës dhe e Veriut.